njerëzve nuk është dhënë diçka më e mirë sa me shikuar në fytyrën e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e ka bërë këtë dua. Allahumma inni as'aluka shawqa ila liqa'ik wa as'aluka ladhata an-nadhar ila wajhika al-karim fi ghayri dharra'a mudirra wala fitnatin mudilla. Allahumma ij'alni min al-rashidin. O Allah, ma mundso mu të përmallohem për ty. Ka thoni Ibn Qayyim, kjo duaja këtu e shpjegon knatësitë më të mira që njeriu mund të pasë në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë botë është lezeti më i madh. Knatësia më e madhe është Allahu më ta mundsu ty mu përmallu për Allah. Allahu më ta mundsu ty më të marr malli për kan për Allah subhanahu wa taala. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë dua. Allahumma inni as'aluka ash-shawqa ila liqa'ik. O Allah, unë prej teje kërkoj që të më mundsosh përmallimin për takimin me ty. Edhe e dyta, wa as'aluka ladhata an-nadhar ila wajhika al-karim. Dhe kërkoj prej teje që të mundsosh knatësinë e shikimit në fytyrën tënde. Fi ghayri dharra'a mudirra wala fitnatin mudilla. Duke mos u godit diçka e dëmshme, dhe duke mos u godit ndonjë fitnë devijuese. Ka pas kujdes Resulullah sallallahu alaihi wasallam këtë dua, shpesh e ka bë, edhe këtë dozë më bë shpesh edhe. Që Allah më na mundsu më na marr malli, mu taku me Allahun.